funksionojë më së miri në të gjitha etapat e veta. Ky proces në rastin tonë, në rastin e këtyre produkteve, fillon që te konceptimi, ideimi i atij produkti, i cili duhet të qëndrojë mirë, duhet të përshtatet me ambientin ku do vendoset, pra është faza e parë. Më tej kalon në produktin e konceptuar, të ideuar, bëhet vizatimi i atij produkti, pra dizajni, dhe më tutje pastaj sipas vizatimit të bërë, kalon në procesin e prodhimit në repartit e punës, të cilat janë të përshtatura, të pajisura me makineri që bëjnë të mundur realizimin e këtyre produkteve. Në të gjitha proceset ka një fazë fillestare të konceptimit ose të punës, dhe pastaj gjatë gjithë edhe këtyre proceseve bëhen ndërhyrje dhe përpunime të ndryshme për të arritur në një produkt final sa më të përshtatshëm. Zakonisht, kur e thatë edhe ju që këtu është artë, dhe për të bërë artë na duhen artistës, nuk duhet mungojnë. Dhe personat që ideojnë ose që sjellin atë konceptin se si duhet të përcillet tek publiku produkti final, pra skica, njerëzit që skicojnë, kemi ne artistë në Shqipëri, apo janë njerëz që vinë nga jashtë, dhe sa e vështirë është kjo ideja e skicimit, sepse duke menduar që është metalik, do atë taktikën e vetë të skicimit. Po, sigurisht që ne jemi në hapat e parë, por nuk mungojnë talente në Shqipëri të cilët e prezantojnë artin. Ne nuk kemi një shkollë të dizajnit, si që fqinjet tanë, po thëmë perëndimor, e kanë, por deri tani në fazën që ne jemi në Shqipëri, duke u mbështetur në dizajne të ndryshme, të hartuara nga të tjerë, nga profesionistë të ndryshëm, ne jemi përpjekur dhe i përshtasim ato, pra është një gjysëm krijim, mund të them. Nuk është se mungojnë edhe krijime që janë autentike, krejt tonat, por pra kemi bashkëpunuar, kemi konsultuar me dizajne të ndryshme të bëra nga profesionistë të mirë. Mirë, unë dua të ndalem pak më gjatë tek disa nga produktet që ne kemi sjell në Shopping Albania nga kolegja jon, dhe ti përshkruajmë kështu pak a shumë edhe ato punime që mund të marrim nga Albatrop. Struktur krevati, të cilën ju mund ta merrni sigurisht në Shopping Albania, është një krevat i tëri metalik. Pra ju keni hequr, le të themi, më njanë këto krevatet e zakonshëm të drurit, apo tani që ka ardhur ky stili me cop. Tani metaliku ju keni bërë një kombinim shumë të veçantë. Interesante kjo. Po. Natyrisht edhe, do të thonë, dizajnet e krevateve metalik gjithmonë kanë një trajtim mjaft të kujdesshëm artistik, dhe në një shumicë rastesh janë të kombinuar edhe me drurin, pastaj edhe me element të tjerë të tapicerisë, të cilat e bëjnë sidomos edhe më të, pasurojnë dizajnin dhe bëjnë edhe më funksional, më të përdorshëm. Këtë strukturë krevati të dashur miq mund ta blini në Shopping Albania për çmimin 650.000 lekë të reja. Është një çmim i cili të vjetra, të vjetra, më falni. 650.000 lekë të vjetra? Të vjetra, po. 65.000 lekë të reja. Po që nga më e lirë nga që kisha menduar atëherë. Po, se unë ma mori mendja që është çmimi i arsyeshëm. Ndoshta keni informacion për çmimet në tregun e jashtë, në Itali apo në vende të tjera, dhe afërsisht aty shkojnë. Nuk je krejt gabim. Por unë tani u habita për një moment, thash ç'ne ka lirë, po që kam unë gabim, ju që keni saktë, atëherë i bie 650.000 lekë të vjetra. Po. Okej. Ndërsa panorama dekor, keni dhe një panoramë dekor shumë interesante ajo. Ajo nuk e di pse më kujton anijet e më parë. Ashtu është një stilizim, është një grafik në hekur, mund ta quajmë, ku për simbolik, për bazë është marrë velat e një anije, por mesazhi që përcjell nuk është aq, është edhe, është artistik dhe si i tillë kënaq shihet dhe përshtatet në mua.
edhe këtë panoram dekor ju mund ta blini sigurisht këtu në Shopping Albania. Tani, me çmimin që un kam është 25.000 lekë të reja. Jam sakt. Tani jam sakt. Sakt. Po. Për 25.000 lekë të reja ju mund të blini atë panoram dekor e cila është shumë e bukur dhe mund ta ndiqni vazhdimisht edhe gjatë ditës në ritransmetimet e programit ku janë prezantuar pikërisht këto përpunime metalike. Shkojmë tek një tjetër. Kemi mbajtësit e rrobave. Mbajtëse rrobash muri. Muri është. Po. Është një aksesor i nevojshëm, i domosdoshëm në të gjitha ambientet tona, po, të shtëpive, në përdoret. Këtu natyrisht produkti për cilin po flasim ka një trajtim artistik si gjithë të tjerat dhe është marrë për bazë muzika, qelësi solit dhe një pentagram me notat e shënuara në të, natyrisht e stilizuara. Kjo me siguri është për ata të cilët e duan shumë muzikën. Mendoj që për ata absolutisht, por edhe për gjithë të tjerët, sepse muzika, siç e dim të gjithë, përvdel shpirtin dhe inspiron pozitivitet dhe relaks. Shumë e vërtet që muzika ka efekte. Gjyshi faktikisht thotë çdo mëngjes kur të zgjohesh me muzikë, sepse muzika është jeta, thotë ai. Po nuk dëgjove muzikë, atëherë ti jeton kot. Kështu e thot gjyshi në mënyrën e tij, do jam shumë dakord me atë. Ne du ta përshëndesim gjyshin e vajzës, sepse vërtet është një sugjerim që duhet ta marrin të gjithë njerëzit, se muzika vetëm relakson, përkthel pozitivitet ofron. Dhe për të gjithë ata të cilët e kuptojnë edhe këtë mesazh, po fundja fundit e duan shumë muzikën, keni një mbajtëse rrobash muri shumë të bukur në këtë version. Dhe ju mund ta bëni tuajin për vetëm 7.000 lekë të reja. Ne do të shkojmë tek një varse rrobash prift. Prifti. Keni edhe këtë version mbajtëse rrobash. Domethënë ju mund të kompletoni një shtëpi të tërën me produkte metalike. Absolutisht po. Duke u mbështetur domethënë në planin e arredimit, ekzistojnë të gjitha objektet, produktet për ta bërë një gjë të tillë. Për këtë priftin që po flisni ju, është një objekt mjaft i kërkuar, sepse është edhe shumë funksional, edhe i qëndrueshëm dhe natyrisht me një trajtim artistik që e zbukuron akoma edhe më tepër. E zbukuron ambientin ku vendoset. Po, edhe duhet ketë një jetëgjatësi më të madhe se sa këto mbajtëset e zakonshme prej kauçuku që gjithmonë prishen. Nuk mbasin ato goglat. Kur më pyesin klientët për jetëgjatësinë e tyre, unë them a kanë garanci. Unë them që 100 vjet kanë. Mbas 100 vjeç mund ta përsërisim prap. Garancinë sepse po. Sepse këto produkte duke me qëndërto përbën nga material shumë i fortë siç është ekuri, ka një qëndrueshmëri pafund. Shumë mirë. Edhe sigurisht edhe ato mund ta bëni tuaj në Shopping Albania të dashur miq, është një mbajtëse pra rrobash prift, e cila kushton vetëm 18.000 lekë të reja. Sigurisht, të gjitha këto që ne po përmendim tani mund t'i bëni vetëm nëpërmjet blerjes telefonike që ne disponojmë në Shopping Albania. Do të shkojmë diku tjetër, do të shkojmë tek një puf krevati. Ajo që i nevojitet një dhomë gjumi, sidomos vajzat e duan shumë. Gjinia femërore i ka qejf që jo vetëm të ulet të qetësohet në krevatin e saj, po të lërë edhe në një fustan, përsipër nuk e ka problem as pak. Po, është një objekt vërtet i domosdoshëm. Aty mund të ulemi edhe të vishemi, apo të veshim çorapet. Takat, këpucët. Sigurisht po. Dhe përveç kësaj, në fakt, është një dekor mjaft i mirë në dhomat tona të gjumit. Është një pjesë, mund ta quaj komplementare e krevatit, dhe që e ndihmon që të mos, do të thënë, mbasi po themi kemi rregulluar krevatin, të mos e prishim duke ulur në të, por ulemi në pofin që është i përshtatshëm dhe Këtë puf krevati ju mund ta bëni tuajin për vetëm 16.500 lekë të reja. Ky është çmimi dhe është shumë i bukur dhe jam e sigurt që e kanë pëlqyer të gjitha zonjat që e duan dhomën e tyre akoma dhe më komode rreth të parë, po edhe më të bukur, më estetik për syrin. Tjetër, çfarë kemi tjetër? Bris, kemi një mbajtëse raft, kemi edhe një tavolinë. Pra,
pasurohen akoma dhe më shumë objektet që ne mund të bëjmë Është tonat nëpërmjet metalit. një gamë me gjërë produkte që vjen nga metali, nga përdorimi i metalit. Po, absolutisht, gama është mjaft e gjerë. Sigurisht që këtu mendoj që do prezantohet një numër i kufizuar, mjaft i kufizuar i gjërave, por ndryshe të gjithë, edhe këto që folëm, janë në variante pafund, dhe të gjitha duhet të përshtaten në çdo rast me idenë e arretimit të ambientit, por dhe gama është pafund, do të thonë të gjithë gjërat që përdoren. Këtë tavolinën e sillni bashkë me materialet tjera, xhamin që është sipërfaqe, po mund ta sillni në versione ndryshe? Cilat mund të jenë llojet e tavolinave që përdoret? Hekuri që përdoret, do të thonë mund të jetë i kombinuar te tavolinat, mund të jetë edhe thjesht hekur dhe është mjaft i bukur, edhe me suprinat për hekuri, mund të kombinohet me xhamin dhe në këtë rast është mua më pëlqen sepse prezantohet i gjithë dizajni, të gjithë elementet e hekurit. Po, bëhet i dukshëm. Bëhet i dukshëm dhe është prezanton mjaft mirë. Pastaj mund të kombinohet me drurin dhe me mermerin, mermer të ndryshëm. Po, sakt. Se mua tani vërri dhe imagjinoj si mund të jetë një tavolinë këtë version. Mund të kombinohen të treja bashkë, druri, mermeri dhe hekuri. Pra një strukturë me një dizajn të mirë menduar për e hekuri, dhe me një suprin që është me një kontur druri dhe pjesën e brendshme zemrën mermer ose xham. Dhe janë kombinime mjaft të mira. Besoj se mund të veprohet edhe me porosi sipas dëshirës ndonjëherë. Tërë koncepti është me porosi i produkteve tona, sepse duke punuar me porosi arrihet në maksimum, do thonë realizimi i artit. Të blesh arti, thonë kësaj. Afërsisht, po. Të zbukurosh shtëpinë me vepra arti. Me vepra arti dhe ndërkohë që zoti Shpendi na tregon më gjatë në lidhje me këto produkte metalike, pra që na vijnë kaq bukur, se kur mendon metali nuk e mendon që mund të sjellë gjëra kaq të bukura, por ja që ju e sillet me mjeshtëri, pra. Dua të di, si ka ardhur ideja juaj për të arritur tek metali, pra për të sjellë tek tregu shqiptar produkte që vijnë në forma kaq të bukura metalike. Se shoh që flisin me shumë pasion kur flisin lidhje me bukurinë që kanë këto produkte. Të përgjigjem nuk e kam të lehtë. Në fakt unë nuk e di se si më ka ardhur. Dhe një pyetje të tillë jam përgjigjur në mënyra të ndryshme. Në një rast jam përgjigjur nuk e di se si më ka ardhur, por mbaj mend që kur në moshë të vogël, në moshë të re, ndihmoja maman time për të rregulluar shtëpinë në rast të festash, për të dekoruar në rast të festash ose organizimesh të ndryshme. Pra, po them, duke dashur më përgjigj pyetjes, po mendoj që është thjesht një inspirim i brendshëm, një dhunti siç të gjithë njerëzit kanë, po. Dhe pastaj kam pas rastin ta bëj pjesë të punës. Unë në fakt në profesion jam inxhinier mekanik, kështu që për të shprehur artin kam mundur ta shpreh nëpërmjet hekurit, mbasi edhe inxhinieria mekanike merret me struktura të tilla, domethënë metalike, dhe këtë kam bërë. Shumë mirë, na vjen mirë që ka ardhur në funksion në fakt, studimi juaj i gjatë.